Si shkon Eltonin si personazh, për shembull me deklaratat që ka bërë? Eltoni Elton Toza, personalisht në momentin goxha personazhe komentuar momentalisht në rrjet. Flasim jashtë ekranit, që unë domethënë kam pirë kafe, domethënë është shumë djalë i mirë. E njeh dhe personalisht. Po, e njoh personalisht, është shumë djalë i mirë, e respektoj, ka të mirat e veta, por këto komente domethënë mua nuk më pëlqejnë. Këto komente domethënë para kamerave gjëra të tilla. Ai ka mënyrën e vet për të dalë para kamerave dhe të komentojë shumë gjëra, por që nuk më pëlqejnë. Unë personalisht, domethënë nuk më pëlqejnë. Momenti që mua nuk më kanë bërë gjë. Ke folur me Eltonin, ndihesh si është gjendja e tij? Nuk kam folur sepse ai për punës nuk hap as telefonin. Keni tentuar për ta telefonuar miqt? Unë tentova një ditë para që nuk para se dilte lajmi domethënë çfarë ndodhi, tentova një ditë para, ishte telefoni fikur. Të nesme pastaj mora vesh edhe fola me person tjetër, shoqet përbashkët. Kontaktova ata, më tha po e marr në telefon por që nuk më hap, as mesazhe nuk më kthen. I uroj shërim të shkuara patjetër. I uroj shërim shpejt, të bëhet sa më shpejt mirë. Të bëhet mirë. E kemi pasur edhe këtu të ftuar edhe urojmë patjetër vetëm të mira.